U rikthyem përsëri në studio mbas fleshit informativ të orës 9:05 dhe siç e tham pak më parë, nuk kemi më vetëm, afër meje është i ftuari për ditën e sotme, afër meje është Fisnik Alili, është një fotograf, një djalë i ri tepër ambicios që do na tregojë më shumë rreth punimeve të tij dhe rreth fotografisë. Fisnik, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe për juve dhe për televizionin. Mirë se na erdhe, është kënaqësi që ju kemi sot në studio dhe që do të flasim pak a shumë edhe rreth karrierës tuaj si fotograf, se si filloi, dhe gjithashtu do flasim edhe për fotografinë si fotografisë. Shohim, ne kishim një kronik pak më parë rreth fotografisë, shohim se shumë njerëz janë fokusuar te fotografia, janë të fokusuar tek aparatet fotografik, janë edhe të fiksuar mbas atyre selfieve që këto kohët e fundit janë përhapur shumë, dhe i shohim që shpesh i shpërndajnë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet Instagramit dhe Facebookut apo shumë rrjete të tjera sociale që po të fillojmë tani ti përmendim. Besoj se s'do i gjejmë fundin. Fisnik, çfarë ju shtyhet merresh me fotografi? Po fotografinë e kam filluar para 4 viteve, ishte po si çdo i ri tjetër me një dëshirë për pas një hobi ose diçka. Fillova me fotografinë, mirë po pa e ditë se do ishte një profesion për mua në të ardhmen. Ishte më shumë dëshira dhe kurreshtja se çka sjell fotografia te një i ri edhe çka mund na sjell neve si një gjeneratë e re. Ishte interesante për fillim, edhe kështu filloi vit pas viti të bëj edhe më interesante si drejtim apo si hobi në fillimin e saj. Kështu që fotografia për mua ishte një derë e cila filloi e rritej çdo ditë edhe më shumë. Po çfarë fotografoni më shumë ti? Po kryesisht edhe prej fillimit kam filluar me peizazhe për si shumica që i njohin si landscape fotografi. Aty edhe fillova kryesisht me bukuritë tona shqiptare kryesisht, bukuritë e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, mirë po edhe më gjerë. Aty e kam gjetë veten më shumë, edhe për mua është një lloj fotografisë i cili më tërheq më shumë edhe jep më shumë emocion në ato që e bëjmë. Me pak fjalë keni dashur, pse jo, të bëni edhe një promo të kulturës shqiptare, të bëni një promo, ose dihet fotografia është ajo që shpeshherë është një marketing më vete për secilin objekt, qytet apo secilin gjë që fotografohet. Por a mbani mend cila ka qenë fotografia e parë juaj ose ato fotografitë e para cilat kanë qenë? Po, e mbaj mend, në ato vite kam jetu në Kosovë kam jetu. Ishin fotografitë e lagjës time ku jetoja. Ishte interesante të kishin një aparat në dorë në atë kohë, edhe kam filluar si çdo tjetër me fotografi portrete më shumë sesa fotografitë natyrës, për arsye se ky lloj fotografisë peizazhi do pak më shumë kohë për kushtim edhe më shumë njohuri rreth kësaj. Kam filluar si çdo i ri me portrete, me pamje, me objekte të ndryshme, edhe ato ishin fotografitë e para. Në këto momente kam disa foto që regjia mi ka shfaqur në ekran, mund t'i komentojmë së bashku. Kjo është... Këta e kam bërë shumë tash kohët e fundit, kjo është në Dubrovnik të Kroacisë. Është një kala, mos gaboj. Po, kala e vjetër, mos gaboj prej dikun më shumë se 500 viteve është aty. Është e vjetër, është tash përdoret edhe si muzej në qytetin e Dubrovnikut. Hyrja është e ndaluar brenda, mirë por prej jashtë shifët edhe ka vende shumë të bukura që i shifën më mirë prej jashtë sesa prej brenda. Shohim një tjetër pamje. Po, kjo është me një fshat rreth komunës e Ferizajt në Kosovë. Quhet Jezerc, afër Jezercit është kjo. Ka gjelbrim më shumë edhe është ambienti rrethuar me pisha. Kjo është po ashtu në Dubrovnik. Rrugët e vjetra të Dubrovnikut, të rrethuar me këtë lloj stili të ndërtuar prej më shumë se antikitetit nuk i del asnjëherë koha apo jo. Normal. Ky edhe pse qyteti është renovuar pas luftës, për shkak se ka pasur luftë, mirë po është renovuar, mirë po me stilin e njëjtë. Në këto momente shohim? Kjo është në kopshtin zoologjik këtu në Shkup. Është një tigër mos gaboshim. Po, tigër. Kjo është tigër. Të ishim pra fotot dhe kalojmë te ky peizazh. Po, kjo është në liçenin e Matkës.
Kjo është në Shqipëri, në Velipoj. Në Velipoj, kjo varg që duket sikur është duke ndetur në qiell, ë? Po. Është me të vërtet një foto tepër e bukur. Keni punuar shumë me Photoshop në atë foto? Ka Photoshop, mirë po është stili veçantë, është teknika long exposure, po për ta përkthyer më shkurt është frame i gjatë kohor. Do të thonë për një periudhë kohore prej 15 sekondave, aparati në ato momente shkrep foto pa ndal, edhe krijohet ai lloj stili fotografisë, po. Iluzion, me një fjalë është iluzion, për shkak se ta jep atë efekt fotografie. A kanë domethënie fotot e tua? Kur nisesh të bësh një fotografi, kur nisesh të nxjerrësh një vepër, se është vepër arti, fotografia është vepër arti më vete, edhe një person që mund të bëjë një foto thjesht me telefonin e tij, në fund fare mund të shohim që ka bërë një vepër arti. Po, normal. Mund të them që nisem për ata që tregoj diçka apo të ketë një kuptim, mirë po puna e fotografisë artistike peizazhit, më shumë e ka punën estetike edhe artistike se sa kuptimin. Kuptimi gjithmonë mbetet te secila foto, mirë po për pas një kuptim duhet të ketë edhe ambienti, objekti apo edhe vetë pamja që e ke përpara ta shpreh ata. Mirë po gjithmonë fotot kanë një motiv ose tregojnë diçka. Për shembull, shumica e fotografive, peizazheve tregojnë ambientin ton, vendin ton ku jetojmë, edhe na demonstron që kemi një vend që duhet krenohemi me ata, që shumica prej neve dhe ndoshta nuk e vlerësojmë pas sa duhet, mirë po ka shumë vende edhe kanë motive që patjetër që çdo foto duhet ta ketë edhe atë mesazhin e vet ta përçej te shikuesit apo edhe te artistat e tjerë. Sa e rëndësishme është fotografia në jetën tuaj? Po, fotografia, si që ceka dhe më herët, ka zonë vend shumë të rëndësishëm në jetën time dhe tash për tash edhe studioj në atë lloj për fotografi. Edhe mund të them që mund ta quajmë profesion apo hobi? Deri tash mund ta quaj edhe hobi, pasi ende jam në studime, mirë po besoj që në të ardhmen do kthehet në profesion. Ju studioni pikërisht në? Studioj këtu në Shkup, studioj për arte pamore, për drejtimi Fine Arts këtu në Shkup. Në universitetin? Balkanik. Balkanik në Shkup. Gjuha mos gabofsha atje, mësimit është anglisht? Anglisht, po. Gjuha mësimit është anglisht. Dhe ju zotroni mirë anglisht. Është një plus më tepër kur të mbarosh shkollën dhe dish një gjuhë plus. Sa gjuhë dim, aq më mirë është, apo jo, aq më tepër na zhvillon, aq më tepër neve na bën më bashkëkohor, apo jo. Çdo gjuhë e botës është më e mirë. Dhe çfarë mësoni në këtë fakultet kur flasim pikërisht për këtë deg? Çfarë ju mësojnë atje? Cilat janë ato stile që ju mësojnë, ato fshehtësitë, i quajmë ashtu? Fshehtësitë mund të them që më shumë janë përkushtohet tek arti në përgjithësi. Si do e transmetojmë artin ne te tritë e tjerë? Si mund të bëhemi na artista që të motivojmë tjerët? Kjo është qëllimi edhe i këtij drejtimi. Po ashtu na formon neve profesionalisht në secilin drejtim tonë. Nuk jemi gjithë fotografa, nuk jemi gjithë piktor, mirë po jemi një komunitet i përzirë i artistave aty, ku secili ka atë drejtimin e tij edhe secili mundohet me atë drejtim që ka të shpreh diçka edhe ta motivon dikant tjetër. Kështu që me një fjalë qëllimi i fakultetit ku edhe unë jam, është na mësoj si ta transmetojmë atë njohurinë tonë, si ta transmetojmë artin tonë te tjerët, ti motivojmë tjerët më shumë. A harxhoni shumë kohë me fotografinë? Harxhojmë. Po, një pjesë të madhe të kohës sime shfrytëzoj për fotografi. Mund të them në kohë prej një javë besoj që çdo ditë do të kem pak kohë për fotografinë. Ndoshta jo për të fotografuar, mirë po për të rishikuar fotot apo diçka tjetër gjithmonë gjej kohë për fotografi. A përdorni shumë rrjetet sociale? Rrjetet sociale po, përdori shumë. Tash për tash janë marketingi më i mirë që mund të bëhet një artisti apo çdo lloj njeriu tjetër. Sidomos për foto Instagrameve. Sidomos për foto Instagrame, po edhe mos të lënonash edhe tjerë të Facebook-e, gjithçka tjetër që përfshin rrjetet sociale, tash për tash janë ato që neve na shtin me punu më shumë. Çfarë mund ta dallojë një fotograf që sapo ka filluar atë zanatin me një fotograf që ka vite? Kuptohet që përvoja e gjithë ato gjëra, po cilat janë ato gabime që bën shpesh një fotograf që sapo ka marrë aparatin në dorë? Po gabimet mas shumti janë gjithmonë te puna artistike. Askush nuk ka lind i ditur, mirë po me kohë ato mëson ato gjëra gjithmonë. Puna është kompozicioni edhe renditja
mrena një foto si bëhet, ngjyrat e gjithçka tjetër. Mirë po, secili i ri, secili që ka fillu fotografin, i ka të gabime pa tjetër. A ka të bëj aparati fotografik tek një fotograf? Thënë që një fotografi mirë mund nxjerrë një foto të mirë edhe me një telefon celular. Nuk është që ka dhe shumë rëndësi aparati fotografik, mirë po prape ka rolin e vetë. Gjithçka që është më e përsosur... Ta ishim anash pastërtinë e fotografisë. Normal. Mirë po, kuptimi edhe mesazhi i fotografisë nuk varet nga kualiteti, varet prej pamjes, prej motivit që është fotografu. Për ata, aparati fotografik, aq sa është i rëndësishëm, aq është edhe i parëndësishëm nëse flasim për teknologjinë e avancume. Më thonë, me një pajisje shumë më thjesht mund bëhet e njëjta për ta përçuar mesazhin e cila bëhet edhe për ata. A e përdoni shumë Photoshopin fotot tuaja? Po, nëse flasim për Photoshopin si lloj mjeti, tash për tash Photoshopi është ai që gjithkush e përdor. Shumica fotografëve në botë. Po, normal, ajo dihet. Për të hequr ato defektet e momentit. Defektet, po. Nuk ka shans një fotografi tjetë e përsosur gjithmonë. Ka gabimet e saj. Mirë po, teknikat që punohet, që në fakt edhe që e punojon, është teknik e avancume dhe kërkon paka shumë edhe këto programet kompjuterike për t'i arrit një fotografi si ajo. Mirë po tash teknologjia prapë tham ka avancu shumë edhe nuk ka nevojë edhe as shumë tash për programet kompjuterike për të arrit ato qëllime. Kemi tash prej brenda aparatit arrijen edhe shumica e atyve fatë. Efekteve. Efekteve, pa tjetër. Çfarë dallon një fotograf video të 80-ta me një fotograf të kohës moderne? E dallon niveli artistik. Në atë kohë, edhe pse njorit ndoshta ishin më të vogla rreth fotografisë dhe nuk ishte edhe numri i madh i fotografave, mirë po secili që ka pas një aparat fotografik ka qenë me plot kuptimin e fjalës artist. Ka sjell tek njerëz një fotografi që ka shpreh më shumë, siç thonë, një foto shpreh më shumë se 1000 fjalë. Kurse tash është numri më i madh, mirë po mund të them që përqindja e kualitetit është numër më të vogël se në vitet 80-ta. Ose flasim për shekullin e normal, për shekullin e kaluar. Sot çdo kush mund posedoj një aparat fotografik. Normal. Tash edhe nëse nuk posedon aparat fotografik, ka një telefon që ndoshta ka kualitetin edhe ka ato të njëjtat opsione siç ka një aparat fotografik. Dhe mund bëhesh edhe ti fotograf. Normal. Askush nuk ta ndal më drejt, tash me një telefon mund ta qush vetëm fotograf, patjetër. Ka arrit koha në atë nivel që mund. Një foto bardhëzi apo me ngjyrat, cila nga kjo foto do i bënte më shumë qefin juve? Varet prej motivit, po prapë tham bardhëzi. Shpreh më shumë edhe depërton më lehtë te shikuesi edhe është më e kapshme për sy. Ka motiv më të mirë fotografia bardhëzi. Zakonisht unë thatë që merret vetëm me peisazhe. Me njerëzit nuk paroj. Jo adhaç, nuk parapëlqej adhaç, është fotografia ka shumë stile, mirë po secili fotograf nuk mund të thotë që nuk mirë me atë stil, nuk mirë me këtë. Kom eksploru edhe unë në gjitha stilet e fotografisë, mirë po ma shumë e kom gjithë vetën të stili për peisazhe dhe landscape fotografi. Një fotograf a mund të përfitoj nga ky profesion të ardhur materiale në kohën e sotme? Në kohën e sotme mundet, me gjithë këto mundësi që i kemi, me rrjetet sociale, me gjithë shka mundet, mirë po problemi është tek vendi jonë. Nuk jemi edhe aq në nivel artistik sa ti vlerësojmë tjerë. Gjithë shka shka rrjet edhe gjithë shka shka vlerësojt ma shumë vinë prej vendeve të jashtit. Ato e vlerësojnë, ato e blejnë punën ma shumë. Po flasën përgjithësi për fotografët shqiptar, që puna ma shumë vlerësojt nga jashtë se sa këtu tek ne. Ajo është problemi kryesor. Për ata dhe nuk mund të them që një fotograf mund të ketë ose mund të jetoj me një nivel të kënaqshëm për vete. Është problemi kryesor. Shumë njerëz thonë që aparati digital ja ka humbur vlerën fotografisë, sepse ne bëjmë foto thjesht edhe me një telefon, ne bëjmë foto thjesht edhe me një aparat digital dhe ato nuk i zhvillojmë, nuk i lajmë si film. Dhe nuk i kemi foto në dorë. Shumë nga fotot që edhe unë kam bërë kohët e fundit, mbase më ka humbur një kompjuter, më ka prishur, mbase më ka humbur një telefon, dhe tashmë shumë nga ato fotot që kisha dëshirë t'i kisha në dorë dhe t'i shikoja ndonjëherë nuk i kam. Po tash me të vërtet, pasi
ka avancu teknologjia dhe tash më shumë është aparat digital, edhe shumica e përdorin ato, paka shumë ka humb vlera fotografisë. Është ajo fakt, për shkak se siç e cek edhe ti, problemi kryesor është printimi i fotografive apo tek larja e filmave. Tash për tash shumica i humbin momentet kryesore të jetës, ndoshta janë momente shumë interesante, shumë gazmore apo edhe shumë të rëndësishme për neve, mirë po humbin ato, për shkak se teknologjia ka avancu edhe paka shumë njerëz tash nuk i kanë atë nivelin që mi la objektivat ose filmat në fakt. Edhe tash fotografia mund të them që ka humbë efektin e vetë që ka pasë në fillim. Të shprej ato me anë diçka që mund ta preksh edhe ti dhe mund ta shish me sy. Ju si fotograf, tërë të kohë që fotografoni, a keni stampuar ndonjë nga fotot tuaja, ta keni? Po, shumicën e fotove mia mundohem që t'i kem për kujtim, pasi që normal nuk i dihet, tash teknologji. Sot mund të punoj, nesër nuk mundet. Por ato kam dëshirë t'i kem si arkiv për vete dhe shumicën e fotove mundohem t'i stampoj që t'i kem kujtim për vete apo edhe ndoshta për punë komerciale. Komerciale, flasim në atë faktin që edhe mund t'i shesë. Normal. A keni shitur deri tani ndonjë foto? Po, kam pasur disa shitje, ma shumë kanë qenë në bazë të ekspozitave që kemi pas. Keni pasur ekspozite? Sa ekspozita kemi pasur? Ekspozit personale deri tash nuk kam pas. Kemi pasur ekspozita kolektive. Kam pas deri tash 3 ekspozita kolektive. Ku keni marrë pjesë përgjithsisht? Në qytetin e Ferizajt, kam pasur në ekspozitat kolektive, aty edhe kemi shprej mendimin ton rreth qytetit ton. Ka pasur ekspozita për çdo vjet. Blerësit kanë qenë shqiptar? 2 vitet e fundit blerësit nuk kanë qenë shqiptar, kanë qenë prej këforit amerikan kanë qenë, kurse vitin e parë po, ishin ato që na varësisht sa mund të shkojnë një fotografi e bukur, flasim në kushtet e Ballkanit, se ne dim që në Europë dhe në shtetet amerikane një foto vlerësohet dhe çmimi është shumë më i madh se ai që mund të jetë këtu te ne. Tek ne, nëse flasim për kushtet këto, një fotografi nëse shkon me një çmim mbi 100 euro është shumë çmim i lartë, mirë po për nivelin artistik ajo duhet të jetë e përshtatshme, për shkak se duhet të mirët parasysh mundi edhe gjithë ajo ai mendimi se çka ka dashur fotografi me shpreh. Nuk është edhe çaq lehtë për me marrë një fotografi, për shkak se kur ti e blen atë foto, ke blen një vepër të artit si ta blesh një pikturë që ndoshta kushton edhe me miliona euro, njëjtë është edhe fotografia. Mirë po fotografia tek ne çmimet janë shumë atulta, po prapë niveli interesimi njerëzve është shumë i vogël. Ende nuk kemi arrit që ta krahasojmë fotografinë me pikturë. Megjithëse kemi shumë fotograf, në kemi shumë fotograf kemi. Edhe kjo është mirë për neve, edhe pse nuk jemi gjithë profesional ndoshta, mirë po secili me atë mundin që e jep, ndihmon për të përmirësuar gjithë së bashku. Për ata është mirë që kemi fotograf me numër kaq të madh. Fisnik, unë falenderoj shumë që ishte në këto minuta së bashku dhe që na tregove për punën tuaj, na tregove rreth fotografisë. Unë shpresoj pse jo që shumë shpejt të keni dhe një ekspozitë tuaj personale, pse jo shumë shpejt ju kemi përsëri në studio dhe të flasim për fotografinë që ka shumë për të folur, për tema të ndryshme rreth fotografisë, fotografia që zë një vend të rëndësishëm në jetën tonë. Faleminderit shumë edhe për juve dhe ju përshëndes. Faleminderit shumë. Isim me Fisnik Alilin, një fotograf i ri që ka me të vërtet një talent të madh, ne shpresojmë që shumë shpejt ta shohim pse jo dhe në arenën europiane dhe pse jo dhe botërore. Unë ju falenderoj që na ndoqët deri në këto minuta. Unë do ju lej këto momente me recetën e ditës, me menu të veçanta që na vijnë nga restorante të ndryshme të Maqedonisë, por jo vetëm, dhe mbas recetës së ditës ju mos e ndroni stacionin sepse do të qëndroni në vazhdim me emisionet dhe programet e ndryshme të televizionit Shenja. Deri nesër, mirupafshim dhe faleminderit që na ndoqët deri në këto minuta.